Në ditën e forcës, FSK-ja edhe këtë vit hapi dyert për qytetarët, të cilat patën mundësi që të shohin nga afër kapacitetet ushtarake të FSK-s, përfshirë këtu edhe armatimin, mucionin dhe mjetet e blinduara. Për vizitë në kazermën ushtaraka dhe Mjeshari qëndruan edhe udhëheqësit institucional, presidentja Osmani tha se FSK-ja është pasardhëse e denjë e UÇK-s. Me rastin e ditës së forcës, Forca e Sigurisë së Kosovës hapi dyert e kazermave të saj nëpër Kosovë, ku qytetarë të shumë patën mundësi që të shohin nga afër kapacitetet ushtarake të FSK-s. Për vizitë në kazermën Adem Jashari ishin edhe udhëheqësit institucional. Presidentja Osmani tha se 27 nëntori është ditë krenarie për Kosovën. Është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët vunë themelet e lirisë sonë, kurse sot këta djemë e vajza që i shihni na bëjnë krenar jo vetëm brenda vendit, por edhe kudo që ata shërbejnë. Ndërkohë, ish kryetari i kuvendit, Dim Albasha, tha se FSK-ja është amanet i dëshmorëve të kombit. Jemi jashtëzakonisht krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend dhe kjo për shkak një pune të shkëlqyeshme dhe për kushtimit të tyre për sigurinë e vendit tonë. Për ditën e forcës një urim për qytetarët pati edhe kryeministri në detyrë Kurti. Me forcën e sigurisë Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërën anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre. Ndryshe, në ditën e forcës, ushtarët e FSK-s dhe pajisjet e tyre defiluan në oborret e kazermave për vizitorë të shumt, qytetar, por edhe nxënës shkollash e fëmijë kopshtësh, që kishin ardhur në mënyrë të organizuar, pa nga afër kapacitetet njerëzore dhe ushtarake të ushtrisë së Kosovës.